Bashkia e Kavajës çeli zyrtarisht sezonin turistik për vitin 2025. Aktiviteti u zhvillua në një atmosferë festive me pjesëmarrje të gjerë nga qytetarë të Kavajës dhe zonave përreth, si dhe nga përfaqësues të bizneseve vendase që promovuan produktet dhe shërbimet në funksion të turizmit lokal. Në çelje të aktivitetit, kryetari i bashkisë Fisnik Qosja theksoi përkushtimin e strukturave bashkiake për të garantuar një sezon të suksesshëm dhe ftoi turistët të vizitojnë Bregdetin e Kavajës, jo vetëm për bukuritë që i ka falur natyra, por edhe për turizmin elitar e funksional që ofron qyteti gjatë gjithë vitit. 365 ditë Bashkia e Kavajës ka sezon turistik sepse e ka falë Zoti me det, me kodra, me lugina, me fusha. I them gjithë turistëve shqiptar po gjithë turistëve në përbot, vizitoni Kavajën, vizitoni Golemin, vizitoni Mal në Robit, vizitoni Qerretin, vizitoni Karpenin, vizitoni plazhin e bukur të Carinës, plazhin e bukur të Generalit. Kavaja ka resurse pafund. Kështu ju ftoj të gjithëve të vizitojmë këto resurse që ne ka falë Zoti. Pas fjalimeve, festa vazhdoi në tingujt e këngëve dhe valleve tradicionale të drejtuara nga koreografët Kavajas, Ibrahim Roci dhe Myrteza Dimri. Në skenë performuan artistë të njohur të muzikës shqiptare si Eneda Tarifa, Stresi, Ledri Vula, Flori Siano e të tjerë, të cilët ndezën atmosferën mes duartrokitjeve të publikut. Më pas pranë stendave të bizneseve pjesëmarrëse, ku veçohen figura të njohura të sipërmarrjes dhe artizanatit lokal. Panairi vuri në pah edhe profesione të tjera të artizanatit, si punime dore, çanta të thurura dhe qilima tradicional, që mbartin një vlerë të madhe artistike dhe përfaqësojnë trashëgiminë kulturore të qytetit të Kavajës. Mbrëmja u mbyll në tingujt e muzikës dhe një atmosferë festive, ndërsa të pranishmit u shprehën të sigurt se ky ishte vetëm fillimi i një vere plot gjallëri për turizmin Kavajas.